U nda nga jeta mbrëmjen e djeshme. Këto detaje ndoshta nuk i keni ditur më parë për dizajnerin e njohur nga Kosova. Festimi Sufi, që djetheri me thik partnerin e tij Rinën në vitin 2020, ishte stilisti parë shqiptar që prezantoi koleksionin e tij prej 20 veshje haute couture në javën e modës në Paris. Kjo ndodhi në shtëpinë e Coco Chanel, ku kanë prezantuar koleksionet e tyre stilistët më të famshëm botror. Koleksioni i tij solli ngjyra të qiellit, kryesisht të lehta, modele fustanesh mbrëmje apo nga përditshmëria. Kujtojmë se sfilata e veshjeve të tij u mbyll me fustanin magjepsës të Nuseris të Mtingujt e këngës Baresha në kujtim të ikonës së muzikës tonë Mexhmie Pagarusha, këngë kjo që emocionoi dhe çoi në këmbë të gjithë të pranishmit të huaj dhe shqiptar. Përveç stilistëve të huaj në sfilatën e Sufit, ishin edhe Agnesa Vuthaj dhe Orinda Huta, ambasadori i Kosovës në Francë, Qëndrim Gashi dhe bashkëshortja e tij, Jeta Bazi Gashi.